por duhet patjetër t'ju pyes edhe pak nëse përfshihet në këto investimet që mund të bëhen, pra në këtë përqindjen e vogël sa i përket ndriçimit publik në Dresnik të Klinës. Pra, ka qenë aty një problem pra që janë rrëzuar shtyllat elektrike, ka rënë pra rrjet elektrik dhe rrjedhimisht pra ka ndodhur edhe problematika me shkputjen e energjisë elektrike pra si pjesë e ndriçimit publik. Është në plan rregullimi i saj është sanuar si problem apo si qëndrojmë? Kjo është në kompetencë të KEC-it, por unë e di që Dresniku është një prej lagjeve të reja të qytetit Klinës dhe ballafaqohet me shumë probleme, ka dhe mbulueshmëri jo të mjaftueshme të rrugëve të asfaltuara për arsye të pronave të rrugëve që janë prona private dhe ne kemi apeluar që të njëjtat prona të barten në interes ose në emër të rrugëve dhe ne do të fillojmë, do të vazhdojmë. Këtë vit kemi plan për investime të konsiderueshme në rrugë në këtë lagje dhe gjithsesi bashkë me rrugë do të shtrihet edhe rrjeti i ndriçimit publik në pjesë të konsiderueshme, ndërsa për sa i përket energjisë elektrike, rrjetit të energjisë elektrike është kompetencë e KEC-it. Ne kemi bërë kërkesa, kemi taku KEC-in, kemi kemi mbrojt interesat e qytetarëve sepse ka probleme edhe me furnizim me energji elektrike në këtë lagje. Po. Por kryetar pra fatmirësisht pritet diçka të bëhet sa i përket kësaj apo jo? Sepse të ndriçimi publik jemi në fillimin e procedurave me një fond, do të thotë grantin e performancës, edhe ndriçimin publik e kemi si projekt në kuadër të këtij granti dhe besojmë së shpejti, por tani ende s'kan filluar procedurat për arsye sepse Ministria e Pushtetit Lokal është vënuar në zotimin e mjeteve për këtë projekt sepse ne jemi përfitues si komuna, një prej komuna më të mira në Kosovë me transparencë buxhetore, jemi shpërblyer me një buxhet të konsiderueshëm nga fondi performancës, por që ende nuk na janë zotuar mjetet dhe nuk po mujmë i fillu procedurat. Ky projekt është ndërlidhur me projektin e performancës. Po, ju kuptoj. Kemi premtime që brenda themi 10 ditë 2 javë të kryen këto allokime dhe të